أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ويقوله أيضا يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Për të satën herë, do të thotë shpesh herë kjo bisedë po imponohet që të ripërsëritet si rezultati zgjerimit të islamit në 4 anët e botës dhe kërkesa e komuniteteve muslimane në 4 anët e botës për nevojën e ndërtimit të xhamiave në Perëndim dhe në gjithë botën, si një kërkesë e zakonshme, e natyrshme dhe e ligjshme në aspektin juridik. Dhe sa herë po paraqitet do të thotë nevoja për ndërtimin e një xhamie ose faltore në një vend nga vendet jashtë vendeve islame, kam fjalën, pikrisht, domethënë Australi, Kanada, Amerikë dhe Evropë dhe më gjërë, kjo kërkesë e zakonshme dhe e ligjshme po shkakton reagime të qeverive, të partive politike ndërkombëtare dhe të atyre lokale, dhe po shkakton trazira të banorëve të qytetit përkatës. Dhe për të satën herë, këto reagime janë të gjitha domethënë të devijuara nga ideja qendrore dhe finale e kërkesës për ndërtimin e një xhamie. Të gjitha këto qeveri, parti politike dhe deklarata dhe lëvizjet qytetare të cilët i kundërvihen kërkesës e një komuniteti për ndërtimin e xhamies janë lëvizje të politizuara, në shumicën e rasteve janë të korruptuara dhe të devijuara nga tema kryesore. Nëse është tema këtu ka banor musliman në një vend përkatës dhe kanë nevojë për ndërtimin e një xhamie për ta ushtruar dinin, fejen dhe për ta adhuruar dhe madhëruar Allah subhanahu wa taala, që kjo kërkesa edhe konform ligjeve vendore aty ku ndodh problemi, konform, gjithnjë po them, jo jashtë ligjit, jo jashtë rregullorëve. Edhe gjithnjë pasi të merren të gjitha lejet për ndërtimin e objektit në fjalë, do të thonë që nënkupton se çdo gjë ligjore nga autoritetet vendore, shkaktime, lëvizje, reagime, protesta, kundërshtime, pllakata, etiketime, akuza, urrëtie, gjuhë e ult dhe sjellje vandale, duke vendosur njerë fillimisht islamin dhe muslimanët në fokus të kritikave dhe etiketimeve radikal, brutal, ndryshimit demografik, islamizimi i Evropës, pushtimi i qetë, zgjerimi i patolerueshëm, modifikimi i kulturës, nuk po i ban hije vendit me përgatësi. Tash e kam fjalën kjo temë e politizuar dhe aktuale në mënyrë ndërkombëtare, do të thotë. Kjo temë të cilat po merren të gjithë pa përjashtim. Prej të politikat, domethënë të superfuqive, deri te ata më të vegjëlit të cilët nuk janë të thirrur për këtë temë. Çdo kush që ka marrë të drejtën djallëzore të përzihet i rrosë hund këtu edhe ai, e di, sidomos këto që janë të xhamisë. Kur i shoh reagimet, e di, mo ti si je i xhamisë, ti çka ke punë tash këtu? Edhe nuk është patjetër dashuria jote nuk është më dashur, as për krahja e jote nuk më duhet. I kemi, domethënë, lejet që duhen prej institucioneve përkatëse të shtetit dhe i kemi
qytetarët, xhamatin tonë të cilat financojnë dhe duan këtë projekt. Ti si ai xhamisë, ditën e mirë rri atje. Çka ke marrë të drejtën të futesh to, kush të kaftuan tash mendimin tënd? Kjo tema është politizuar, është shumë e vështirë tash të ndahen ingerencat nërmet nevojës, domethënë dhe si e parasheh ligjet nga një shtet në një shtet tjetër. Dhe ne, si musliman, kudo që jemi, ne kemi këtë kërkesë, pa marrë parasysh çfarë kushtetute dhe legjislacioni ka vende anë në Kina, Japonia, në Evropë, neve na duhet xhami për të adhuruar Zotin, pa politik, pa prapavi, pa pasën diçka, domethënë, interes djallëzor të keq negativ për t'i sjell kobin të islamizu shoqëria, nuk e di, nuk i kemi ato qëllime. Neve na duhet xhami, kudo që jemi. Kjo është, domethënë, kërkesa e hapur. Nuk ka kështu diçka sekrete të fshehur, po planifikohet, po projektohet, po mendohet. Jo, këtu s'po mendohet kur gjë. Këtu muslimanëve ju duhet xhami. Pik. Komente të atyre që nuk janë të radhave të xhamisë, është mirë ta kurthejnë kohën dhe energjinë të mos merren me këtë temë. Se xhamia i ka antarët dhe besimtarët e vet, dhe ata e trajtojnë, e menaxhojnë, e organizojnë, nuk kanë nevojë për mendimin e atyre të cilët nuk janë për xhami. Kudo që jenë, ma qofshin edhe musliman që janë kundra xhamisë, se kam fjalën. Të mos flas për të tjerët. Mos hijen udhë çka bojnë muslimanët me xhamit dhe si ja bojnë aty. As kush nuk është të lipën për krahje, do të thotë nga ti, as morale, as financiare, përderisa nuk e ndjen veten që i takon xhamisë. Tash kjo që po them është e politizuar, është problem. Allahu në Kur'an ka thonë dhe xhamit janë të Allahut, subhanahu wa taala, si vende, domethënë që mbeten në vakëf dhe pronësi të shoqërisë, kalojnë gjenerata dhe xhamia mbetet në dobi të shoqërisë muslimane në vazhdimsi deri në ditën e Kiametit. Në xhami është ndaluar të adhurohet dikush tjetër pos Allahut. Që ta shihni domethënë se si e ka depolitizuar Zoti xhamin, dhe këtu nuk ka nevojë partit politike dhe qeveria të përzihen. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Xhamit janë të Zotit dhe për Zotin, dhe në xhami nuk lejohet të adhuroni askënd pos Allahut. Në xhami nuk lejohet të madhëroni askënd pos Zotit. Në xhami nuk lejohet të lutni askënd pos Allahun. Dhe në xhami nuk lejohet të mbështeteni askujt pos Allahut. Dhe në xhami nuk thirret pos në rrugën e Zotit. Dhe në xhami nuk promovohet pos dini i Zotit. Parti politike, institucione, ideologjia, rrima, këtu s'ka vend. Allah e ka ndaluar, xhamit janë të Allahut. Është e vështirë ta politizosh. Si e ka vendosur domethënë themelet dhe funksionin e xhamisë Allahu në Kur'an. Pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonë: kush ndërton një xhami, Allahu ja ndërton një pallat në xhennet. Kjo është motivi prej nga ne muslimanët e sigurojmë aspektin financiar të ndërtimit të xhamiave në 4 anët e botës, pa prekën fondet, buxhetin e një shteti përkatës, e di? Se do më thonë tash e shihni se kundërshtimet, si të them, protesta kundra xhamiave në 4 anët e botës. Nëse i përcjellni do më thonë pak a shumë zhvillimet në botë, dhe dikur si musliman të lind ideja që edhe ti do më thonë ta merresh guximin, ta thuash të vërtetën dhe ta mbështetësh dhe të sqarohesh me të tjerat se nuk ka të boje me ata etiketat që ju i zbrazni mbi islamin, se këtu ka lidhe me islamofobien, e di? Në qartë e dim, ne këtu jetojmë dhe e përcjellim. Kanë frikë nga zgjerimi i islamit, nga përhapja e dinit e Zotit, po mirë me tasha unë jam fajtora. Pse popullata e jote don dinin e Zotit? Meshkuj dhe femra në Perëndim Amerikë, Kanada, Japoni, Kinë, andej, e duan be Allahu, ne. E duan
të vërtetën, e duan pejgamberin e tij. A unë jam fajtora. Unë nuk kam dorë, ndoshta unë jam mbaj përgjegjësi para Zotit, pse nuk kam ndërmarr diçka që t'i ftoj edhe ata në din. Unë kam problem me popullin tim. Unë s'kam kapacitete me dalë gjermanët me ftu në dinin e Zotit. Po ato vetë janë të hinë, tash ndër arsijet njona, një Amerikane ati kur e tregon arsijet, pse ka pranimin në Islam, thot, vesh qerave, kur e pasot ata besonin Isajin alayhis salam, për çudi, se këtire ja u kanë lanë trurin, media, politika, qeveria, arsimi, nuk e di këtë organizimi shoqëror, kultura, tradita, filmi, drama, letërsia, historia, filozofia, ja u kanë lanë trurin, me zhvillimeve të fundit. Tash kanë dalën qytetarët në kartë në bordë për shojnë, thoi, ne pas kemi qenën në gjumë. Kullat binoke nuk i kanë rënur muslimanët. Michael Jackson nuk e kanë vra filonin, sikur që shkruan në raport. John Kennedy nuk e kanë vrarë, sikur që shkruan në raport. Tash kanë nisë me dalën marinat, se ju e keni mbajtë një pushtet djallëzor me patë të drejtë. Tiranë, duke e lanë trurin, mediat në dorë, bankat në dorë, financat në dorë, armatimin në dorë, atomin në dorë, filmin në dorë, institucionet në dorë, dhe tash të mërmenjë unë ta operoj mendimin për çdo ditë. Po që tash të dul prej dore pushteti, se tash bota nuk e ndëgjojnë mediat që ti ke nën cenzur, se ka domethënë incizime live, dhe raporte të gazetarëve të panvarur, dhe tash bota kanë filluar mi hapësinjit. Ha, Isai s'qen ka biri i Zotit, po nuk është dhe. Unë të kallëzoj, kush është Isai, edhe nona e ti. Ti e ke shpif, edhe Isajin, që i ke thonë gjali i Zotit, edhe nonën e vetë, që është e virgjër e pastër e ndershme, edhe e ke shpif Zotin që ke thonë ka djalë. Po pse pe pranon Islamin? Po si shte e vërtet që ata po e urrenin Krishtin dhe krishterimin, e vërteta kishë qenë se ne qenë kemi në dalalet, ata pe e besonin Isajin e vërtet, ju e besoni Isajin e shpikur me kai. Tasha, unë baj përgjësi për devimin tënda. Pa, unë baj përgjësi pëse është shtuan kërkesa e qytetarëve në katëronet të botës për ndërtimin e xhamisë. Pse unë të baj përgjësi? A unë baj përgjësi pëse kishat shiten për çdo ditë, për faktin se nuk ka besimtar, banor, që e mbështesina. Dhe dalin e blejnë, ata që kanë nevoja, e kanë nxjerrë në treg. Kush ka nevojë? Po muslimanët me janë ata që e adhurojnë Zotin dhe adhurojnë 24 orë, 5 herë në ditë. Na duhet xhamia, ne xhamiat nuk i kemi për stoli. As për lavdrata, sikur që ndërtonin Maqedonët, kriqen e për kodra, mole, pa vend banime, pa banor. Vetëm për të bon marketing dhe fushat, për ta irrituan dikan atje, ne nuk i marrojmë xhamiat për ashtu. Ne i marrojmë xhamiat vetëm ati ku na duhen. Kur gjoma tepër nuk ka të keqe. Dhe xhamiat që thash, janë të Allahut. Në xhami duhet të dinë të gjithë se nuk promovohet ndonjë rrim politike. As ndonjë lëvizje dhe ideologji nacionale. Nuk ka punë feja me ngjira, gjuha, përkatësia, fetare, ku ta di unë, kombëtare, sekte, nacionale, ideologjia, rrima, nuk ka lidhje me atë. Rrini rahat, se xhamiat janë vende për ta adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Kohën e fundit nuk e di në Fujisawa në Japoni, do të thonë autoritetet vendore, muslimanët në Japoni, në provincën, qytetin Fujisawa, mase i kanë morë të gjitha lejet nga autoritetet për ndërtimin e një xhamie, shkaktoi një val protestash nga banorët e vendit. Edhe atë me plakata e etiketime. Nuk duam xhami në një mjedis urban. Nuk e duam ushqimin halal, se është i bezdisshëm. Dhe nuk duam varreza për muslimanët. Ishte në një analizë, se këtu për shembull në perëndim, këtu në Gjermani ke pasën vende ku e kanë markuar shteti për xhami, që ka pas kërkesën ndonjë komunitet mas marrjeve të lejeve, gjithnjë po them, mas një kohë para fillimit të ndërtimit të xhamisë, aty janë panë
koka të derrave të ferror në Gjermani. Edhe më bet tash, atje kam fjallën këtë reagim që e shkakton xhamia të cilin e kanë këshkuptuar. Në një analizë, tash ju muslimani me ndje lehtë, kuptoni, nuk ka qëllimi xhamia, se xhamia një ndërtesë. Si këtë ndërtesët, këtu shkazmarohet, këtu shko merre lejen për kazino, ta japin nuk diskuton kërkush. Shko merre lejen për shtëpi publike, ku shiten femrat, ta japin lejen në qendër të qytetit tash kur bisedon. Maro tele kafa, kujt di në restorana zire, xhamia ndërtesë. Po çka do të thotë? Po nuk ka me problemi xhamisë, problemi është i Islamit. Nuk e don Zotin, pik. As nuk ta don Kurani Kerimin, as pejgamberin. Me fjalë tjera, me ma tjera, nuk e don të vërtetën. Se e vërteta kur të vjen, ja shemb perandorien. Perandorien e atina që jap Stein. A di si tha njëra një amerikane atë gjatë protestit. A be tha jo, mi do të vra fëmijë në Gaza dhe në Libane, gjithandej në për botë. Kur kush tha, s'po reagon opinioni publik në botë, po ju tha, shka pjell ke mushka në botë, muslimanë dhe islami. Po ju tha, kishi hongër fëmijëve, këtu, edhe tha kretar shteti. E ka therë fëmijën, e kanë hongër, edhe i kanë vraj, i kanë zhduk fëmijët, nuk ka raport, kur kush po diskuton për ati? Hu gjumet e muslimanët. Kulla binokje, xhamia në Japoni, xhamia në Zvicër, ta shkojnë në fundit. Vëllezërit tanë, shqiptarë atje, e kanë ngritur iniciativën për ndërtimin e një xhamie 15 milion franga. Autoritetet, si duket, nuk kanë disponim. Edhe ka shkaktuar një val reagimesh politike dhe sociale shoqërore, poshtë edhe lart. Ma e keqja reagime prej Prishtine atje, prej Tirane, prej Shkupi, nga muslimanët tash. Që të e kisha fjallëm, mo ti shka ke prej atje. Nuk ashtë më dashtë, asë për krahja e jote, asë kundërsimi jote. Ka banor, musliman, rezident në Zvicër, të cilët e kanë pa të arsieshme në konsultimet të sipërta, dhe e kanë pa që kanë nevoj, edhe mundësi, edhe janë paraqiten me dokumente autoritet, po ti shka ke tash, ti si e i xhamisë, trusu edhe mbille, pik. Mos ndërheni tash këtu, vetëm e shkaktuan muhabete kote, analiza, interpretime, mendime, demokracia, e shprej mendimin e lirë, riberaci sa të të vetë kërkushit. Hinë sa të më dashtë, as demokracia jote, as liria mendimit, as e shprejhjes, as përkrahja, as urrejt, ma hiqë rirat. Rrisë xhamia i ka njerës të vetë, rrisë atje. Në Japoni, në Kinë, prej dimit 18 të nash ka udhigjet një fushat shumë brutale, nga 213.000 xhamia dikun, do më thonë në Kinë, me 20 milion musliman. Pika 2018 ka filluar një fushat brutale për ndryshimin e arkitekturës së xhamiave, tu i prish minorët edhe kupollat, kubat, edhe tu janë ndruan dizajnin një musliman kinez, me emën anonim, tash edhe nga Afrika për çështje sigurie, a me thot, tash kur po shkoj në xhami, po më duket sikur të ishte zira e Partisë Komuniste të Kinës, vllai mirë. A për çka është ky reagim? Në Madrid, muslimanët kanë morën leje nga autoritetet përkatëse për ndërtimin e një xhamie në një vend banim aty. Më në rënd populata, reagim, nuk dojmë xhami, islamizimi, shamia, xhamia, ajki. Mase e kanë marku vendin nga protestat, janë detiruan, do të thonë, organet përkatëse të vendit të ndrojnë nga vend banimet në qytet, të nxjerrin në një zonë të industrijës, si është zakon këtu në për perëndim, dikun ku nuk duket. A be çka është kjo bela me juve? A be merreni me men Turqi, reagim protest, e keni ndëgjuar atë kjo tezën atë lagjen famkeqe Kadikoj, ajo katastrofa ti, ishte që njona ati, në trotuar, ka i trotuar letrën, beni kamerët, shako, po protestoj, shko po protestoj, ti muslimone këta në Turki, jo, po protestoj, okej, ndalojmë ndërtimin e xhamiave në këtë lagje. Po pse? Po ne i kemi bizneset tona këtu. Na shesim gra vllai mirë. Edhe kiso kak, a shinim këtë botën. Tash ti të më marrë xhamien këtu. Qa që tash më herët, nuk ka problemi xhamies. A problemi të vërtetës, si të futet xhamia ati, se në vjenaj ketri ati, në Kadikoj tash. Slovakia.
Asë një xhami nuk e ka lejuar deri më tani, një ndër shtetet në Bashkimin Evropian më brutal dhe më pak tolerant, i cili nuk korrespondon dhe nuk bashkëpunon me mendimin dhe besimin tjetër. A këtu do më thonë, ku që ka përcjell deklaratat e kryetarit e Bashkimit SBA-ve, këtij aktual, i cili ato kohra i tha gjermanëve se ju nuk keni ndjekën udhëzimet tona politike, andaj edhe vendi juaj nuk po i ngjan të jetë më i krishterë dhe Gjermani. Politikat anti-emigracion. Më thonë bufalisht, se këta që kanë ardhur për në SBA-tash, për muslimanët, jo për të tjerët, ati shas ka ardhur. Kërkush nuk është në bisedë, në ekrane televizive, asë një natë, asë në filma nuk e ke, vetë muslimanët. Këto që kanë ardhur, duhet i shohim kush janë. Dhe çka më bojnë në këta xhamia, se po na i morin meshkuj dhe femra, po i bëjnë musliman. Jo valla, na nuk i kemi morën. Ato janë të ardhur vetë, sot bota e re lexon në internet, miqësime, libra, përkthime, Kur'an, komunikim, kontakt, sa të dush. S'kam nevojë, unë s'kam kapacitet bile me përhapën islamin në Gjermani. Po hi vajza e re aty lexon, e sheh të vërtetën dhe e sheh të padrejtën tonë dhe që i ka rrejt, zhveshja, alkoholi, zinoja, mbromja, droga, kazino, rinia, demokracia, liria, bashkëdush, çmendu krejt, dikur. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, se shasha që nuk shone, nuk ka jetë ashtu. Unë s'jam kafshë e egër këtu, nga s'ma shepshit, mas dëshirave të ullëta tanë jetën. Hop, musliman. Jo, ju muslimanët dhe më përmojmë, unë s'jam fajtor për vëllai mirë. Edhe këta nuk mundë të mbajsh. Ati aj se kur be analizojnë a gje, pse nuk e dojnë, islamin se me ardhë, islamin këto shemë më shumë biznise. Kazino do të më imbil me ko, që gjenerojnë miliarda pare dhe më thonë në vit. Do të më mshel krejt lojet e fatit, do të më mshel shtëpijet publike, do të më ndalë sistemin e kamatës, do të më ndalën alkoholin, do të më ndalë zhveshjen, do të më ndalë shumë send, na del pun, lelat më abet ma mirë, pe luftojmë në start. Prej këtu dhe më thonën, ta hekim. Prej kritikave dhe më thonë, daj xhamias, gjithë një kurban, alë se artë ndërtohet një xhami, në këto anët të botës që po them, si e devijojnë bisedën, si e politizojnë, se kur e politizojnë, e përfitojnë. Do më thonë, nga tema qendrore, e shëndrojnë në politikë ditore, i japin të drejtë të merrën të gjithë pastaj, edi? Femra të zhveshura, të devijuara, meshkuj, qafira, shkije, zinaqar, fasika, të japin mendimin tash për xhamien. Merr me men, edi çudi, ku ti ardh, këngëtar, njerëz që tatuazha funekrije, mendimin për xhamin tash. Kur e politizojnë, e përfitojnë. Kur e përfitojnë, e kontrollojnë, e menaxhojnë. Keni kujdes, si e devijojnë. Ai nuk mbetet biseda, ai nuk më therr mua në studio me i treguam pse na duhet xhamia për të adhuruar Allahun. Një, pik. Dhe xhamiat ku janë ndërtuar, kanë dhënë dobi aty për radh banorëve, ja shohin hajrin. Aty ku mësojnë fëmijët edukatën, vlerat morale, njerëzillëkun, dashuria, solidariteti, modestia, lojaliteti, besimi, ruju prej kësaj e tjerë. Ku e keqja? Shko lip xhami, për çdo qëllime ke problem. Shko thuj një shoqat për e qeli, për çdo qëllime, ta e lejojnë me njëherë. Jo, edhe e mirë me qenë, vetëm se anë emën të islamit dhe xhamisë nuk e du. Ma mirë por rri qështu. O më në vesh. Ta shkure devijojnë, si e devijojnë. Të kanë, do më thonë, si them përvoj, ta si anisin. Hop, kërkesa për një xhami, a ka vend për gra, tash në projekt, si ta vështirësojnë projektin. Pa që me veni për gra? A ka vend për fëmi? Që veni për fëmi? Okej, a ka hirje, dalje, zjarfiksi nga jashtë, a gjevë? Po, ka. Pa ka kësi dalje në momente rreziku, ka edhe si. A ka WC për njerëz me aftësi të kufizuara, ka edhe WC. A ka restoran, libraria, a ka parkinge. Po ka edhe parkinge, e dy. Dhe më thonë, zjerrin sende që s'ta merë mendja, qëllimi është, dhe më thonë, ta devijojnë, ta pengojnë. E di e kam fjallën
nuk i ban hije se bie në kundërshtim nërmet asaj që këta deklarojnë se këtu domethënë është shtet demokratik i cili i jep të drejtat dhe lirit e të gjitha komuniteteve dhe konfesioneve, edhe kur vjen puna të krejt e gëzojnë këtë liri e këtë demokraci, kur të vjen të muslimanët me vështirësi. Ati tu pa probleme. Për shembull, atje ato vite hinin aty në faltore i vrau sa njerëz. A keni pa dikush ta vrat dikan në kish në të kuptimin për muslimanëve tash? A keni pa dikun të protestohet ndërtimi i një kishe? Asnjëherë. Pse? Se Allah në Kur'an ka thonë këto janë vende që adhurohet Zoti. Në këtë mënyrë apo në atë mënyrë që dërtim, mos në zori. Edhe ati kalon me ndershmëri. Nuk ka etiketime, paragjikime, politizime, vandalizma. Mos zonë zori. Aje dina i duhet kish. Nësa i ka shpreh mendimin që i duhet kish, ka nevoj, e ndërton ditën e mirë. Qohet tjetëri thot kemi nevoj për një sinagogë. Urdhnohet ditën e mirë. Qohet tjetëri kemi nevoj për xhami. Jo, ndalu. Estu. Ta shikojmë tash në detaje. Shka në kjo xhami? O mërësh. Në më thonë, këtu në Francë, pak para një kohë, hini dikush dhe më thonë në xhami, e shpërtheu një qytetar të izishe të bo namaz, diku mbi 50 herë. Në thonë sul. Pastaj kyma bet po i nicone, po nëzite, rambam. Jo e dini se në Gjermaninë i kemi diskutuar këtë temë, ka xhamia të cilat mas namazit të jasijës mbyllën. Këtu në Perëndim mbyllën. Në botën islame nuk mbyllën xhamit. Se nuk është prej suneteve profetike të mbyllë xhamia. Asnjëherë s'ka qenën e mbyllur xhamia pejgamberit alayhis salam që 14 shekuj. Qeltë nuk ka, sot e ma ditë. Pastaj ki reagim në Perëndim, mungesa e sigurisë, ama tash parashtrohet pyetja. A unë kam kërcënu sigurien me ndërtimin e xhamisë? A ti ma ke kufizuan dhe kërcënuan sigurien në xhami? Unë po duhet me mbyll xhamia. Unë po duhet me njoftuar autoritetet lokale të premtë këto xhamia me minore turqeve që vjen aty patrolla e policisë 24 orë të harroj xhamin. Edhe në anën tjetër në media, këto është siguria e demokracia. Më fa siguria e demokracia që policia duhet me harroj xhamin se këtu s'ka sigurt kur gjo. Në Perëndim xhamia mshelën mungesa e sigurisë. Prej kujt? Frika nga sulmi i vandalizmit. A sunat më mshel xhamia jo. Pa garanton ti këtu mirëqenjen dhe stabilitetin e sigurinë e qytetarit? Jo valla s'ta garantoj se këtu si dihet. Tash hi dikush me tani revole këtu të përcjell në botën tjetër. Po demokracia siguria, po leve ato mohabetet tash ja ala me televizor apo ushqiesh demokracia siguria. S'ka këtu kur zhon. Problemi, do në thonën, që ka inicuan këtu e kam fjalën e shkaktimi i kësaj xhamisë në Zvicër, që po them vëllezërit tanë shqiptar atje që e kanë pa të arsyeshme ndërtimin e asaj, edhe inshallah Allah subhanahu wa taala i ndihmon. Edhe ato autoritetet domethënë shikojnë këtë çështje në mënyrë pozitive dhe të ligjshme, pa prapavia e skena e ku e di unë opinione gjallëzore. Thjesht, domethënë qytetarët si zakonisht e hera e parë nuk është që shqiptarët kanë ndërtuar xhamia në Zvicër. Edhe nuk janë një komunitet që të cilët domethënë kanë dështuar në menaxhimin e xhamiave e u ka dalën pe kontrolle popullata e ka pasën domethënë akcione terrorizma, këtu s'ka pas kurrë. Zvicra do të thotë xhamia i ka prej shqiptarëve. Dhe deri më tani nuk është ndëgjuar zëri për faktin se atje ka xhallar dhe xhamate qytetar që janë të ngritur mjaft dhe janë të vetëdijshëm për nevojat, mundësitë dhe kërkesat e tyre. Dhe kanë dëshmuar se mund ta menaxhojnë komunitetin, shoqërinë edhe xhaminë në mënyrë që përputhet me ligjvënësin e vendit aty, pa prek, pa shkelën kushtetutën, ligjin, rregullin, pa provokuan banorin vendor aty, që se kemi ne atë qëllim. Ne kemi një qëllim që na duhet një faltore ku ne i krijm obligimet tona shoqërore, sidomos ato që janë të xhumohet, bajramet, taravia, këto organizime më të mëdha. Inshallah Allah i ndihmon në këtë projekt. Dhe këta zëra negativ që thashtë të është mirë të përmbahen të kursejnë kohën dhe energjinë se si jam të në udashtë absolut në të këshirë në vetë se na e dim se të më thonë si ndërtohet një xhami dhe menaxhohet. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.